Atëherë shikoni pak te kolonia këtu. Te kjo gjithmonë rrin disa bletë këtu sipër, dhe pse unë i kam mbuluar bletët nga brenda e kanë atë mbulesën që mua kanë vendosur. Por po t'i shihni gjithmonë dalin disa dhe rrin këtu. Dhe arsyeja pse i shikoni gjithmonë disa që rrin këtu është sepse bëjnë roje. Siç shihet kjo flutura është që ne na i pish kornizat. Kjo është teja, disa i thon një emër tjetër, mund t'i thoni me emra të ndryshme. Këto rrin roje këtu sepse kjo futet brenda, nëse gjen vendin, hapësirën, futet brenda dhe hedh larva dhe na prishin kornizat. Kishte bletët gjithmonë i shikoni që bëjnë roje këtu, prandaj dalin dhe rrin shumicën e kohës këtu. Si dimrit, mund të shikoni dimrit më pak, por sidomos gjatë verës rrinë dhe patrolojnë këtu, siç shihet e kanë mbushur edhe propolisi, pse duan ta mbushin këtë pjesë. Por një nga arsyet pse rrin këtu është kjo lloj flutre. Shikoni unë nëse do tentoj ta fus këtë flutrën këtu brenda. Shikoj e bleta se si u sul direkt dhe e kapi. Shikoni. Shikoj ajo bletra direkt ka kap hekurin tani për momentin me dhëm, sepse po kujton se ka kap flutrën. Shikoj e bleta e ka kap me dhëm hekurin sepse i ka ndi aromën e flutrës. Kjo është një nga arsyet pse bletët rrinë këtu, për të bërë roje që mos futet diçka në koshere. Ja kaloni mirë.